Përfaqësuesit e organizatave të dalë nga lufta paralajmëruan për nesër protestën e radhës kundër gjykatës speciale. Xhavit Jashari, përfaqësues i organizatave të veteranëve të luftës së UÇK, tregoi se protesta do të nisë në orën 9:30 mëngjesit. Ne si organizata të dala nga lufta, në takimin e përbashkët që e patëm sot, duke u konsultuar edhe me bekë tona, duke u konsultuar edhe me strukturat tona, të tri organizatave kemi marrë një qëndrim që nesër të ftojmë protest për të kundërshtuar krijimin e gjykatës speciale nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Ndërkohë, nën kryetari i organizatës së veteranëve të luftës, Smajli Lezi, tha se gjatë luftës së viteve 98-99 krime kanë bërë serbët e jo shqiptarët. Në Kosovë ka ndodhur 274 masakra nga policia dhe ushtria serbe. Domethënë në 274 vende është bërë dhe asnjë nga ata nuk është mburë. Amendamentet kushtetuese do t'i hapin rrugë kësaj gjykate dhe ligji për këtë gjykatë pritet të miratohet nesër në Kuvendin e Kosovës. Gjykata do të hetojë krimet që mund të kenë kryer pjesëtarët e ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Por sipas sekretarit të organizatës së veteranëve Faton Klinaku, të gjitha akuzat kundër ushtarëve të ushtrisë shqirimtare janë të ardhura nga Beogradi. Tu për shembull kemi një vendim i marrë me në shkurt 2010 me listë konkrete pjesëtore të UÇK-s nga Beograd, nga gjykati Milan Dilpahic. Më thoni marrë që këta ndjeken është marrë vendim kundër këtyre personave që akuzohen për krime lufte, nëse nxinen dikon të arrestohen për krime lufte. Ai shtoi se është konkretisht miku që në të gjitha rastet është thirrur në ligjin apo kodin penal të Jugosllavisë, me të cilin i ka dënuar pjesëtarët e UÇK-s. Në konferencë, përfaqësuesit e organizatave të dala nga lufta u bën thirrje deputetëve që të mos e votojnë këtë gjykatë, e cila sipas tyre dëmton rënd vlerat e luftës së UÇK-s. Protesta pritet të nisë nesër para Kuvendit të Kosovës në kohën kur do të mbahet edhe mbledhja e Kuvendit, në të cilën pritet të votohen ndryshimet kushtetuese që i hapin rrugë votimit të speciales. Organizatat e dala nga lufta protestuan kundër kësaj gjykate edhe më herët gjatë qershorit dhe në muajin maj.